Ora shënon 10:18 minuta, jemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt në News 24 fundjavë. Do të qëndrojmë në këto momente në këndin e ekonomisë. Do të diskutojmë për të gjitha zhvillimet ekonomike në vend dhe gjithmonë kur bëhet fjalë për pensione, për zhvillim ekonomike, për taksa, për çdo gjë tjetër, Romina, ne bashkë ndajmë edhe biseda telefonike shumë gjata, po edhe në studio. Mirë se vjen e dashur. Kënaqësi. Do të referojmë një komenti që Banka Botërore ka dhënë për sa i përket paralajmërimeve që ka bërë për rreziqe fiskale për sistemin e pensioneve në Shqipëri. Si ke parë këto deklarata, sepse ka qenë edhe një pas deklarat për rritjen e pensioneve, pra për të nxitur sistemin në vend që të ketë një rritje të tyre. Në fakt, me të drejtë, Banka Botërore ka folur për rreziqe fiskale, sepse deri në këtë momente që ne flasim për nivele pensionesh të ulta, për numër të ulët të kontribuesve dhe një numër të madh përfituesve, është vetëm për faktin të sistemit të një sistemi në tregun e punës ku kemi informalitet dhe biznese që operojnë në evazion fiskal. Dhe në të vërtetë, nga një anë, kjo paqja fiskale që vetë qeveria ka promovuar lehtëson deri diku, po nga ana tjetër duket sikur çedukon ato individ që nuk kanë qenë të rregullt me deklarimet fiskale që ato kanë bërë. Ndaj dhe Banka Botërore, përveç faktit që FMN-ja jo vetëm Banka Botërore, por dhe FMN-ja nga një anë është disi kritike për çështjet e evazionit dhe informalitetit në Shqipëri, që ka goditur jo vetëm sistemin e pensioneve, po nga anë tjetër ka goditur dhe ekonominë në tërësi, shërbimet publike, aftësinë për të mbledhur qeveria taksa dhe tatime, e për më tepër dhe qytetarët cilët nga një anë nuk edukohen financiarisht ashtu siç duhet, sepse duket sikur ata të cilët paguajnë taksa dhe janë komfort me ligjit, qoftë biznesi, qoftë individët, diskriminohen, ndërkohë që ata të cilët le themi kanë probleme të deklarimit apo bëjnë evazion fiskal, e them në kuadrin e paqes fiskale, duket sikur diskriminohen për mirë. Dhe në këtë kontekst, Banka Botërore, duke parë që kemi një numër të ulët të kontribuesve, pra kush janë kontribuesit? Kontribuesit janë të gjithë ato individ të cilët janë pjesë e tregut punës, që ose mund të punojnë në informalitet, dhe më pas ato nuk quhen as kontribues, sepse nuk janë pjesë e sistemit të pensioneve, pra të cilët kontribuojnë në këtë sistem pensionesh, dhe kontribues më pas të cilët nuk kontribuojnë ashtu siç duhet, realisht janë ato individ të cilët kanë në deklarimin. Çka do të thotë? Kjo do të thotë që një individ merr një pak neto, për shembull, 50.000 lekë, ndërkohë që pra me sistem bankar të deklaruar, ndërkohë që realisht ai nuk merr 50, po mund të marrë 100.000 lekë. Dhe ndaj dhe detyria tative kanë nxjerrë një listë pagash, sidomos në sektorin e ndërtimit. Pse në sektorin e ndërtimit? Sepse aty është më i lartë evazioni fiskal. Dhe për të ndalur këtu, pas do shkoj sërish te Banka Botërore, kushti aktual i 15 viteve punë për përfituar pension minimal, a është i drejtë në kushtet që ka pasur njerëz që i penalizon për shkak të viteve të punës, ndoshta në vitet e kaluara mund të kenë punuar në zezë, nuk kanë pasur mundësi për deklarimet sakta, pra i referohen një 15 vjeçari. A është e mjaftueshme për kusht minimal? Në fakt është një pyetje shumë interesante që asnjë nuk ma ka bërë, po në të vërtetë duhet ta themi me zë të lartë, pasi ka shumë individ të cilët nuk kanë ditur që janë pjesë e tregut informal të punës. Pra, kanë punuar në një biznes, mendonin se ishin të siguruar, informacionin nuk mund ta merrni dot nga drejtoria e tatimeve apo nga institucionet përkatëse, për shkak se nuk ishte shumë e vështirë aksesime, sa do shumë e thjeshtë me nga 15 vite, si e mendon ti? Unë mendoj që duhet ketë një amnisti, mendoj unë, për ato individ të cilët një pjesë mirë të viteve të punës i kanë humbur, ndoshta me një pagesë minimaliste mund të ishte edhe 10 vite, duke nënkuptuar që një pjesë e target grupit cilët nuk marrin fare pension dhe ato mos i lëm në varfëri absolute. Nga një anë duket sikur nuk është e drejtë, por duhet të mirë kuptojmë që shumë individ, pra pa djeni, apo ndoshta edhe vetë problemi i vetë qeverive në atë kohë sistemit, pra ku nuk kanë gjurmuar evazionin fiskal dhe vetë informalitetin, duhet patjetër të krijojmë kushte të favorshme për këto individ që të mos jenë në varfëri absolute. Ne flasim për një Shqipëri që do të futet në Bashkimin Evropian. Si mund të futet një vend në Bashkimin Evropian me minimum jetik? S'ka as minimum jetik, për më tepër dhe kemi dhe pra raste të tilla që nuk përmbushin ndoshta dhe për 5 muaj, 15 vite punë për të marrë një pension të pjesshëm. Ndaj unë mendoj që kjo duhet rishikuar. Ka ndonjë diskutim për rishikim Nuk ka diskutim, por mes ekspertëve të ekonomisë, sidomos ne që flasim për pensione, kemi diskutuar shpeshherë që duhet patjetër të ndoshta dhe të penalizohet dhe ato biznese, nëse ekzistojnë akoma, për cilët një punonjës pra ka disa dhëna, disa fakte që ka punuar në këtë biznes, me qëllim që a ka hapësirë reale ekonomike që pensionet të rriten ndjeshëm sipas Bankës Botërore, sepse qeveria shqiptare ka përgjigjur këtë gjë dhe thotë që po, pensionet do të rriten?
Po në fakt pensionet do të rritën sepse duhet të rritën. Jo, këtë pyetje ta bëj sepse sa herë që flitet për pensionet, ata që gëzohen më shumë janë prindrit tanë. Dhe thonë, "Okej, tani do rriten pensionet, edhe këtë vit do rriten pensionet." Doja të thoya edhe diçka, jo vetëm prindrit tanë, po dhe fëmijët, sepse janë dhe ato të cilët rëndojnë financat e tyre personale duke ndihmuar gjyshërit apo ndoshta prindrit që janë duke pensionuar. Nga ana tjetër, a ka kapacitete vetë kjo skem për të bërë rritje pensionesh? Nuk ka kapacitete. Nuk ka. Po nuk ka sepse është një skemë e cila sot është deficit, një pjesë mirë të ardhur të fondeve e mbulon pra buxheti i shtetit, nga një anë nuk është dhe e drejtë, duhet vetë qeveria të reformojë. Dhe kur them të reformojë, jo vetëm skemën e pensioneve, sepse kemi parë që kemi marrë ekspert huaj, sidomos Bankës Botërore për të parë çfarë mund bëhet me skemën e pensioneve. Por ka haruar që duhet reformojë tregun e punës. Dhe kur them reformojë tregun e punës, sepse pra numri i lartë i kontribuesve, se janë kontribuesit, pra janë ato individë që janë sot në tregun e punës që kontribuojnë për pensionistët. Po ne kemi një numër shumë të ulët, po thuaj se është 1-1 raporti, që është edhe nëse do të rregullohet pra me luftën ndaj evazionit fiskal dhe informalitetit, përsëri ja do shkojë 1-2 apo 1-3. Është shumë e vështirë përsëri. Pse? Sepse ne kemi akoma individë cilët janë të rinj apo individë cilët janë profesionistë që duan të largohen nga ky vend, pra nuk duan të jenë pjesë e tregut punës në Shqipëri. Ndërkohë qeveria thot po, do të funksionojnë përmes bonuseve në varësi të kontributeve. Nga ana tjetër, Banka Botërore thot jo, mos të bëjnë rritje masive, sepse ndoshta kjo është e përkohshme për pensionistët dhe mund të krijojë një çrregullim të sistemit. Po patjetër që mund të jetë e përkohshme për sa kohë varemi nga buxheti i shtetit dhe jo nga skema pensione. Pra, këto rritje ndikojnë pozitivisht në një farmase, jo se kanë rregulluar ekonominë personale. Po nëse janë në varësi, do krijojnë ndoshta edhe një destabilizim të skemës. Po patjetër që do krijojnë destabilizim të skemës, sepse është si puna bonusit. Pra ky bonusi i fund vitit do të shpërndahet në 12 muaj pikërisht. Jo për të thënë që e thanë ekspertët, por shpesh herë nga ju gazetarët ka lind pyetja, do të ishte më mirë që ky bonusi të shpërndahej për 12 muaj, sepse një pensionist ka nevojë për 12 muaj një shtesë minimaliste dhe jo për një herë në vit, dhe patjetër që ne pra kemi qenë në një mendje me ju, ku kemi thënë do të ishte ndoshta më mirë, sepse do të krijonte një mënyrë menaxhimi nga vetë pensionistët, disi më të qëndrueshëm, jo se do ta nxirrte nga varëria. Problemi më i madh është që shpesh herë flitet për rritjet pensionit dyfish, qoftë minimal dhe qoftë pensionit pra pensionit mesatar. Dhe një pjesë e mirë e pensionistëve kur thuhet pra në media që në 2029 do të shkojë kaq, e di çfarë komenti bëjnë ato? A do të jemi gjallë ne? Dhe kjo është për ta okej, sepse ato kanë punuar me vite të tëra dhe gjithkohës jetojnë me shpresën se do të rritet një ditë pensioni dhe nuk do të jenë varur. Kuriozitet, Romina, sepse shpesh ndjen edhe në studio televizive, po edhe në jetën e përditshme dhe si pedagoge dhe si lektore dhe si vajze e dy prindërve. Çfarë pyetje të shpeshta të bëjnë të moshuarit? Pra, deri ku shkon kurioziteti i tyre, sepse më duket sikur e kanë planuar tani. Në fakt kur fol për rritje pensionesh nga 1 janar 2026, ato as nuk e besonin që do të ketë një rritje, sepse e pa në kuadrin e premtimit. Ndërsa një koment që nuk ma ka bërë vetëm një pensionist, por shumë pensionistë, e di ç'kush ka qenë? Pse ne duhet të jemi të varur nga fëmijët tanë, ku fëmijët tanë ndjehen në vështirësi se ne shohim. Dhe të mendosh që vërtet ato dhe kur ka nevojë për një shpenzim apo për një ndoshta për më shumë edhe ushqim, se ne kemi arritur dhe të flasim për ushqime, pra për nevoja fiziologjike të një pensionisti, ato kanë dinjitet dhe nuk i kërkojnë fëmijëve para shtesë. Dhe për më tepër një pjesë e mirë e pensionistëve në të vërtetë duhet ta theksoj dhe këtë, i shpenzojnë paratë edhe për t'i bërë dhurata nipërve dhe mbesave. Që do të thotë që një pensionist jo vetëm mund të jetojë në varfëri relative, por ka dëshirë dhe me ato pak të ardhurat që merr nga pensioni të ndjehet i vlefshëm dhe të bëjë dhuratat e nipit dhe mbesave. Kjo është e dhimbshme. Sepse ndoshta ai mund kursej ndoshta edhe nga medikamentet. Ne flasim për medikamente të rimbursueshme, por më besoni që një pensionist vuan më shumë se një sëmundje kronike. Imagjinoj një pensionist që ndodhet në zonat rurale, se me çfarë vështirësie të shërbimit shëndetësor ndodhet ai. Çfarë ndodh në zonat rurale? Në zonat rurale ne dimë shumë mirë që arsimit dhe shëndetësia është pothuajse inekzistente. Pse? Sepse mjek nuk ka, infermier nuk ka, një mjek mund të jetë për 4 fshatra apo 5 fshatra dhe qendra shëndetësore për më tepër nuk kanë as kushte për të dhënë dhe ndihmën e parë. Dhe do duhet që ky pensionisti me paratë e tij të shkojë në qytetin më të afërt.
Dhe patjetër që kur do të shkojë tek qyteti më i afërt, ai nuk do të ketë të njëjtën trajtim, edhe pse shëndetësia është falas, sepse është në një qytet tjetër duhet të marrë një, pra, kozgjatja e burokracisë për të marrë, për shkuar te mjeku familjes, që ndoshta ai ka një smundje që duhet patjetër ta kuroj në pak ditë. Ky eliminimi i këtyre hapave nga mjeku familjes deri tek një mjek në një qytet, bëhet pastaj ne dim shumë mirë që edhe shëndetësia funksionon me shpeshherë edhe pa dashur të paragjykoj, por mund të ndodhë që mund të ketë edhe niveli korrupsioni. Në një studim që unë kam bërë, referuar pensionistëve që ndodhen në qytet dhe në fshat, sidomos drejtuar shërbimeve shëndetësore, më ka rezultuar që një pensionist i cili ka probleme shëndetësore i kalon të gjitha këto hapat dhe shkon me njëherë, pra ose në rastin më të mirë ku fëmijët pra kanë mundësi ekonomike në spitale private, apo kryen të gjithë analizat në qendra private, ose në shtetëror, por përsëri dhe aty ka shumë pensionistë që deklarojnë që kanë dhënë para në dorë për të marrë një shërbim më të shpejtë. Dhe ky është problemi i madh. Absolutisht. Sa ndikim real ka indeksimi i pensioneve në fushin blerëse të pensionistëve? Në fakt, indeksimi i pensioneve, pra çdo vit, edhe pse është me ligj, çdo vit bëhet në kuadër të amortizimit të rritjes së çmimeve. Indeksimi i famshëm, mund ta quajmë kështu? Po, është e vërtetë, por në të vërtetë pensionistët në marrjen e atyre elementeve ku pensionistët shpenzojnë më shumë, unë mendoj që ky indeksim nuk mund të amortizojë as me 50% rritjen reale që kam patur çmimet apo ato shërbime në ekonomitë gjatë një viti. Ndaj unë mendoj që indeksimi nuk e kryen funksionin që duhet të kryej, pasi nuk amortizon të gjithë rritjen që ka për një vit një pensionist. Dhe kjo është arsyeja që çdo vit një pensionist ndjehet që merr më pak edhe pse ka një indeksim. Ndërkohë, ky indeks aktual, sa justifikon, sa i bazohemi edhe të dhënave të Instat, sa justifikon realisht shportën e konsumit të pensionistëve? Nëse marrim atë më minimalistën. Nuk sidomos tani në fund vitit, se ndoshta do të bëjmë ndonjë temë tjetër, po është vërtet. Shpenzimet në fund vit janë janë më të larta, por më tepër dhe fatura e energjisë elektrike, dhe pse ka një lloj subvencioni është shumë herë më i lartë. Sa është subvencioni i faturës? Me sa di unë shkon diku tek 1000 lekë apo 1300 lekë. Diçka e tillë. Pra rreth kësaj shifre në mos gaboj shkon, megjithatë ka shumë këtu do të theksoj diçka. Një pensionist që është në trung familjar që në përgjithësi ne jemi akoma me familje të mëdha, pra ku jeton një nga fëmijët me gruan, apo ndoshta edhe një fëmijë i cili mund të jetë i pamartuar dhe një çift pensionistësh. Pra edhe nëse është në emigrim, djalja apo vajza, po është në trung familjar, nuk e përfiton uljen e subvencionit. Pra duhet që pensionistët jetojnë më vete. Si tani të dalin nga trungu i familjes? Po, pra fëmijët të dalin nga trungu i familjes me qëllim që të eliminohet edhe nga taksa e pronës, se u përfol që një pensionist nuk paguan taksën e pronës, por në të vërtetë nuk është realisht. Duhet ta theksojmë këtë gjë që të dihet që nëse një pensionist është në trung familjar me një fëmijë, që patjetër që ai mund të jetë ose dhe imagjinoj dhe të jetë jashtë, mund të jetë rezident jashtë, por përsërish në trungun familjar, nuk e përfiton këtë pra heqjen e taksës së pronës apo dhe pra rimbursimin e faturës së energjisë elektrike. Ndërkohë ne nuk mund ta bëjmë dot këtë thirrje që dilni nga trungjet e familjeve tuaja, sepse për dhe vetë pensionisti nuk e bën dot, se duket sikur pra është një gjë që nuk ndodh dhe shumë pak pensionistë përfitojnë këtë lloj ulje për shkak që ne i tha. Cili është endeku midis rritjes së çmimeve të madhrave bazë dhe indeksimit pensioneve aktualisht në Shqipëri? Dhe për të ndalur tek qytetet më të riskuara, pas Tiranës, se Tirana ka çmime pa diskutim më të larta. Në fakt ka një indeks e bërtë madh, siç tham, për më tepër ne kemi çmime që rriten abuzivisht, sidomos siç tham, jemi në dhjetor dhe do të shohim që do të kemi një rritje, sidomos për produktet e ylmetit që ne dhe i importojmë. Frutat, imagjinoj një pensionist nuk ka luksin që të marrë 1 kile fruta, ai mund të marrë me kokra, por më tepër për pensionistit të konsumoj djath është një luks, sepse ka çmime shumë të larta. Pra do të shkojë te produktet zëvendësuese, por mendosh edhe produktet zëvendësuese kanë çmime të larta. Që kjo është një problematik tjetër më pas që vjen nga importi. Ndërkohë që pensionisti, pra kjo është arsyeja që pensionisti keq ushqehet. Pensionisti është i varur pothuajse totalisht nga finansat e familjes, pra antarëve të tjerë, apo nga remitancat.
Dhe është një sinjal që nëse kemi rritje limitancash, do të thotë që pensionistët po janë më shumë në varfëri se më parë. Kështu që në vitin e kaluar folëm dhe për vitin e kaluar dhe për këtë vit, pra folëm për një rritje të numrit të remitancave. Pra, si është aktualisht? Kemi një rritje dhe tani do të rritet akoma dhe të mendojmë që kemi dhe remitanca informale, se flasim për shifra ne, po ndërkohë që shumë emigrant vinë dhe i dërgojnë parat vetë, sepse dhe komisionet, edhe pse jemi fut në SEPA për sëri pensionistë e ka të vështirë tani të shkojnë te sistemi bankar, të tërheqi, për më tepër duhet kuptojmë që varësia nga remitancia janë më tepër tek pensionistët që ndodhen në zonat rurale. Për pensionistët që ndodhen në zonat rurale, ai nuk ka as luksin, se nuk është se do ketë në fshatra banga, s'ka madje sa të më. Kështu që kur flasim se është ajo nisma pra pa para në dorë, pra para digjitale, por ndonjëherë është absurde, ndërkohë që ne flasim për një varfëri absolute relative në pjesën se themi pensionistë, po pensionistët sot po kanë peshën më të madhe popullsisë shqiptare, imagjinoje se si do jetë ai me teknologjinë. Ai nuk ka rrugë për të shkuar në një bank, nuk ka rrugë, ka fshatra që nuk kanë rrugë akoma, që as makina nuk kalon sepse është pa infrastrukturë rrugore. Se ne njohim Tiranën, Durrësin, Vlorën, pra disa qytete kryesore. Praktikisht largohemi pak nga Tirana dhe Durrësi dhe shkojmë tek të tjera qytete. Po të largohemi në qytetet e tjera, për shembull çmimet e larta janë në çdo qytet apo në çdo zonë turistike që mund të jetë një zonë rurale poshtë turistike dhe më pas kjo ndikon negativisht edhe tek banorët sepse rrit çmimin e produkteve dhe shërbimeve. Pra, në çdo zonë ku ka atraksion turistik kemi rritje çmimesh. Dhe aty është problemi më i madh, jo vetëm tek pensionistët, ne po flasim për pensionistët, por edhe ne individët me të ardhura mesatare jetojmë nën kufirin e varfërisë. Pse e them këtë? Sepse ne kemi të ardhura mesatare, por koston e jetesës e kemi njësoj si vendet e Bashkimit Evropian. Nëse madje edhe për produktet e shërbimet, sidomos për produktet bazë të shportës, çmimet ne i kemi më shumë se 100%, krahasimisht për shembull në Bullgarinë dhe Rumaninë, që janë vendet që janë futur në Bashkimin Evropian. Ndërkohë i kemi pothuajse të njëjta me Gjermaninë, që ne dimë shumë mirë se sa çfarë paga mesatare dhe minimale në një qytet, në një shtet kaq zhvilluar, për më tepër çfarë shërbimesh arsimore, shëndetësore dhe shërbime të tjera ka një vend i tillë. Pra, duhet të them që ne i ngjajmë Bashkimin e Evropian, do të futem Bashkimin e Evropian. Ne kemi qeftë ngjajmë me të drejtën. Ne i ngjajmë vetëm nga kosto i jetesës, po nga niveli të ardhurave, mirëqenia që kanë qytetarët shqiptar, absolutisht që nuk i ngjajmë. Dhe kjo është një nga arsyet që shumë individ e shohin të ardhmen në vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë se dhe Bashkimi Evropian na mirëpret tashmë se ka nevojë për punonjës. Dhe këtu duhet gjetur zgjidhja për skemën e pensioneve. Pra, çfarë të bëjmë tregun e punës? A mund të bëjmë një inflacion real, pra inflacionin ta masim me realitetin e pensionistëve dhe jo me inflacionin e përgjithshëm të vendit? Po patjetër që mund ta bëjmë, po përpara se të bëjmë këtë, duhet bëjmë dhe diçka tjetër. Kemi shumë biznese që operojnë në informalitet apo në evazion fiskal. Pra, duhet paralelisht me llogaritjen e një inflacioni real të rregullojmë dhe tregun. Pra, të minimizojmë informalitetin dhe evazionin fiskal. Pse? Sepse ndonjëherë në dyqanet e lagjës ne kemi çmime shumë të larta dhe ato as nuk pren as kupon ta timor asgjë dhe po t'ia kërkosh nuk e bën. Dhe pensionisti nuk ka as luksin të shkojë te marketi sepse ndoshta nuk ka energji, mosha e tjera, nuk ka dhe energji dhe të mbaj pra trasa në përduar. Përpara se tulin çmimet dyqanet e lagjëve, duhet të ketë një sistem më të gjerë kanë përshtypjen që të jetë. Jo vetëm tulin çmimin, po të deklarojë realisht që dhe ato të jenë ta tim pagues të rregullt. Po nga ana tjetër dhe të kemi edhe dhëna, se ne flasim për një inflacion, nëse kemi dhënat reale se sa janë çmimet në treg, për sa kohë kemi informalitet dhe evazion fiskal. Ky është problemi. Nëse e lidhim inflacionin me situatën reale të pensionistëve dhe jo me situatën reale të vendit, çfarë kosto përfitim do të kishte vendi dhe çfarë përfitimi do të kishte vetë pensionisti? Nëse do të ishte një inflacion real, sidomos për pensionistin, pra se shtat dhe ju, atëherë përfitimi do të ishte në radhë parë tek vetë pensionisti, sepse nëse indeksimi do të bëhet mbi bazën e këtij inflacioni real, atëherë pensionisti do të kishte një... Si mund bësh matja për shembull? Matja patjetër që duhet të jenë disa kategoria në fakt, por që siç tham që të bëj realisht dhe të shtohesh në disa produkte të tjera që për pensionistit janë shumë të rëndësishme. Nga ana tjetër, kjo do ndikonte që pensionisti le të themi të kishte një lloj stabiliteti qëndrueshmëri në financa. Në këto 5 vitet e fundit çfarë ka ndryshuar tek produktet që ata përfitojnë dhe facilitetet që kanë arritur të përfitojnë? Apo janë të njëjtat prej kohësh? Janë të njëjtat prej kohësh dhe nga ana tjetër problemi më i madh është shëndetësia. Pra siç thash, shëndetësia sepse aty
aty ka shpenzime më të mëdha për pensionistin, duke qenë se pensionisti ndodhet, pra do ketë probleme shëndetësore dhe ndonjëherë dhe keq ushqimi do të krijojë pra probleme shëndetësore, jo vetëm probleme shëndetësore. Mungesa e financave pa mjaftueshme do të krijojë probleme dhe do rrisi ankthin, do rrisi probleme të shëndetit mendor. Mendoshin pensionist, pra ne shohim turizëm në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë dhe janë pjesa më e madhe, një pjesë janë dhe pra në një moshë kanë dalë në pension. Ato kanë luksin europian, kanë luksin pensionistët europian që të vinë dhe të bëjnë pushime, ndërkohë që patjetër që janë më energjik për shkak se dhe kanë pas mundësi dhe të kujdesen e të ushqejnë më mirë, ndërkohë që pensionisti ynë këtë luks nuk e kanë që të lëvizin jashtë shtetit, por dhe në qytete ku ka atraksione turistike përsëri nuk e kanë. Pse? Sepse kemi plazhe private. Nuk i ofrojmë asnjë lloj komoditeti. Apo luajmë me pensionistët përmes termave jo rritje reale, por indeksim. Po patjetër, dhe për më tepër nuk ka as mbrojtje sociale. Pra, një pensionist nuk ka as mbrojtje sociale. Duke mos pas as mbrojtje sociale, këto pra përsëri rikthehemi tek shëndetësia shumë e rëndësishme. Atëherë do duhet që ky pensionist të mos jetë një pensionist i cili jeton me dinjitet. Por jeton në kufirin e varfërisë, nuk bën një jetë cilësore dhe patjetër që përballet me shumë sfida dhe këto sfida duhet patjetër ti përballojë nga ana tjetër antarët e tjerë të familjes. Rasti më mirë është kur pensionisti ka fëmijë, po për një pensionist që nuk ka fëmijë, ose një pensionist që ka një fëmijë që është në probleme me tregun e punës, është i papunë, apo ndoshta punon me pagë minimale. Sa e vështirë e ka ai pensionist kur shikon të fëmijën që të përballet me sfida të kësaj natyre, kështu që jemi në kushte ku skema e pensionit duhet reformuar, tregu i punës duhet reformuar. A mund të ishte menaxhuar varfëria e moshës së tretë nëse do të kishim një rritje reale dhe jo indeksim? Pra sa bëjmë një sërollatje shumë të madhe, nuk mund ta bëjë dot një rritje reale. Dhe nuk mund ta bëjë dot se është deficit skema. Imagjinoje, skema deficit, nga buxheti i shtetit merr pothuajse 30%. Tani do të marrë përsëri nga buxheti i shtetit rritja. Ndaj themi në kjo rritje që do të bëhet, pra në 2026, 2027, 2028, do të jetë nga buxheti i shtetit, varet se si do performojë buxheti. Pra, jo nga skema. Si është trendi ndërkohë? Trendi është pozitiv, por nuk i dihet. Me plus minus. Nuk e di se çfarë do ndodhë vitin tjetër. Ne pam një pandemi që është e paparashikueshme. Probleme të fatkeqësive natyrore, pra ndikojnë negativisht. Një luftë. Pra, të gjitha këto duhet performojë ekonomia mirë, që kemi para në buxhetin e shtetit, po skema pension nuk duhet dhe nuk mundet që ndryshme të ketë një rritje reale, po dhe nga skema dhe nga buxheti. Duhet nga skema pension, jo nga buxheti. Dhe një pyetje të fundit për sa i përket bonusit, gëzimi që përjetojnë qytetarët kur marrin bonusin e fundvitit është shumë i madh dhe me gjithë të drejtën e tyre sepse mbulojnë një pjesë të shpenzimeve. Sa fat kanë për ta tërhequr edhe çfarë po ndodh me disnivelin që është krijuar disa më shumë, disa më pak, në gjuhën popullore, sa të nënët, sa të njerëzës në këtë moment. Por në këtë mënyrë është munduar që të ndihmojë ato individ cilët marrin një nivel pensionit e përtullët. Dhe e parë në aspekt objektiv mendoj që është mirë sepse një pensionist i cili merr vetëm 100 euro në muaj, po e themi euro se pensionistët e njohin shumë mirë këtë monedhë se pjesa më e madhe e remitancave vjen në euro. Pra 100 euro në muaj, atëherë nëse i është bërë pra 150 euro, bonusi shumë mirë se mundësisht do ketë mundësi të paguaj faturat e energjisë elektrike. E di çfarë më kanë thënë në punësit e postës që aty i marrin, aty i lënë. Sepse paguajnë pra faturat e mbetura të energjisë elektrike. Sepse muajin tetor, nëntor, dhjetor është i ftohtë, për dhjetor i paguat në janar. Po gjithsesi, pra këto 2 muaj, pra tetor, nëntor, nuk kanë pas mundësi të paguajnë atë shtesën sepse përdorin pensionistët nuk kanë luksin të përdorin kondicioner. Përdorin dhe mjetet tjera siç është kaloriferi apo drut, po dhe çmimi i druve është rritur. Kaloriferin e dim shumë mirë që nuk është ekonomikisht, pra është shpenzon shumë. Dhe kjo ka bërë që këto faturat jenë të kripura dhe ndoshta dhe pensionisti është i vetmi target group, pra një pensionistët janë të vetmi target group që janë shumë korrekt me shtetin. Se nuk kanë para shtesë për të paguar, madje kur sen shumë mirë energjinë elektrike, nuk kanë para shtesë për të paguar kamat vonesat.
Por nga zyra postare më kanë thënë që pjesën më të madhe të parave e kanë lënë pikërisht për të shlyer faturat e pamambetur. Ndërkohë, kur është afati i fundit për tërheqjen e bonusit? Mund ta tërheqë në çdo moment, s'është problem dhe vitin tjetër. Sepse mund të ketë qytetarë që ndoshta nuk kanë Jo, arritur. dhe vitin tjetër patjetër, ajo nuk është një mundësi që hiqet. Pra është një shpërblim, një bonus. Në fakt, pyetja është shumë interesante, e di pse e them, sepse në kohën e pandemisë u dha 3 muaj nga 3.000 lekë. Po. Nëse ato nuk e tërheqin për 3 muaj, që pensionistët nuk e dinin dhe duhet ti thuaj, po ka qenë pandemi, rinin të izoluar, dhe duke menduar që nuk ja vlen të shkojmë muaj për muaj për 3.000 lekë, ato e humbën të drejtën në muajin e 4 për t'i tërhequr. Por nuk funksionon kështu me këtë bonusin. Mirë, Romina, gjithmonë që diskutojmë për tema ekonomie, unë e thashë edhe në hyrje që është shumë kënaqësi sepse hedhim një lloj drite, sidomos për atë kategori që informacionin e merr përmes News 24 edhe të gjitha zhvillimet aktuale të vendit të ditës, po mbi të gjitha për sa i përket jetesës së tyre dhe bashkëjetesës. Me bonusin nuk se kemi ndonjë përfitim shumë të madh, po mund të konsumojnë në një kafe me shokët e tyre. Mund të bëjmë blerje në fund vit pensionistët? Në fakt, për sa kohë, po mundon të bëjnë blerje gjithmonë nëse marrin para nga familja. Çfarë thonë statistikat? Statistikat thonë që ato blejnë me kokra. Me kokra. Po. Shumë e trisht. Mirë, faleminderit shumë Romina Radonshi që isha me mua këtë të diel për të diskutuar për zhvillimet ekonomike në vend, pensionistët dhe çdo gjë tjetër. Faleminderit për gatishmërinë tuaj. Do të shkojmë shkurtimisht në publicitet, rikthehemi pas pak me edicionin informativ të orës 11.